Një ndër muzeumet më të veçanta që ka qyteti i Korçës është edhe Muzeu Oriental Bratko, ku janë të ekspozuara më shumë se 430 objekte të ndryshme që përfshin veshje, piktura, qilima, vegla muzikore apo edhe fotografi të dhuruara nga koleksionisti Dimitër Mborja. Vizitorët e huaj vlerësojnë veçantinë e këtij muzeu në juglindje të Shqipërisë, si dhe faktin që ai përfaqëson një urë kulturore mes Shqipërisë dhe vendeve aziatike. Shumë prej tyre e përfshin Muzeun Bratko si një ndalesë të domosdoshme në itinerarin e tyre në Korçë. Kemi pas një restaurim të pjesshëm të muzeut, kemi shtuar hapësirat për pjesën e koleksionit të Japonisë, kemi ekspozuar më tepër objektet, dhe kështu që muzeu ka qenë më shumë i aksesueshëm për vizitorët. Pjesërisht kanë qenë nga Europa. Gjermania ka pasur tepër vizitor, Bullgaria, Ballkani gjithashtu, Amerika, gjithandej. Miqve që vinë nga Italia, kur e kanë vizituar, kanë mbetur të mahnitur me këtë lloj pasurie. Kanë mbetur të mahnitur pikërisht edhe me gestin e jashtëzakonshëm të Bratkos, duke e dhuruar qytetit tonë këtë muze. Unë them se është një qendër atraktive shumë e bukur dhe shumë e rëndësishme. Paralelisht, muzeu ka zgjuar interes të madh edhe tek nxënësit e shkollave të qytetit dhe zonave përreth. Angazhojmë ato me tematika të vizatimeve ose të tematika të ndryshme në bazë të koleksionit që kemi, në bazë të temave të koleksionit që kemi në muze. Ky fluks vizitorësh dëshmon se Muzeu Bratko mbetet një pikë referimi për turizmin kulturor në Korçë, duke bashkuar interesin ndërkombëtar me edukimin e brezave të rinj.